Okej, na më së kërkoj në falje për këtë ndërprerje të emisionit, për kemi mund me parë reprizën më njerë prej orës 5 minuta mas marketingu tonë, e në këtë studion e Rock TV-s me kohën për mësafirin tonë mëngjesit. Mësafir për sot e kena Besnik Boletinin, sociolog, një djalë i ri, për cilën domon temën cilën kena me diskutuar për sot është bëhet fjalë për vetvrasjen. Kena me fol sot për vetvrasjen me Besnikun. Mirëmëngjes Besnik. Mëngjesi. Mirë se erdhe në emision tonë. Faleminderit për ftesën. Besnik, kohën e kemi pak caktuar, kështu që më njëherë po kthehemi te tema. Po flasim për vetvrasjen, për para se më shumë e fol më zonësisht për vetvrasjen, do të thonë ti thash që ke bërë disa statistika. A kështu me pa për si vjet, mbrana vitit 2009 sa ka numri vetvrasjeve? Vetëm në vitin 2009, në 3 mujorin e parë të vitit 2009 kemi 20 raste të vetvrasjeve dhe 74 raste të tentimeve të vetvrasjeve. Gjë që është shumë alarmante për shoqërinë tonë, ne si shoqëri jemi një popullsi për mbi 2 milion. Është shumë alarmante për shoqërinë tonë që të kemi 20 vetvrasje brenda 3 muajve dhe 74 tentim vetvrasjeve. Në më thonë është baj 20 vetvrasje, po? 74 ka tentuar për më bërë vetvrasje. Besnik, cili është problemi, do më thonë, shkaktar të vetvrasjeve, të marrë po flasim për Kosovën sot, për gjeni ku kuzinën Kosova. Cilë faktori janë ata pak që i shtyjnë trit, zakonisht numri i njerëzve që bajnë vetvrasje është gjenerat e re. Po tash shoqëria jonë, si një shoqëri pas luftës me shumë probleme si varfëria, papunësia, probleme tjera, po përballet me këtë fenomen mjaft shqetësues, siç është akti i vetvrasjeve. Faktorët që çojnë drejt vetvrasjeve nga të ndryshmet. Gjithmonë në media, si të shkruar si elektronike, ceket se shoqëria jonë ka ndryshuar shumë mas luftës. Mirë, po duhet pasur parasysh me analizu pse ky ndryshim nga po vjen ky ndryshim. Në kontekst të vetvrasjeve duhet sekur që vetvrasjet pas luftës gjenerojnë për shkak të dy arsyeve. Arsyeja e parë është sepse populli ka marrë pjesë në një luftë tragjike, në masakër. Pra një pjesë e njerëzve të cilët janë probabil se të bëjnë vetvrasje, janë njerëz me trauma mentale, të cilët nuk mundën me kontrollu veprimet e tyre. Aspekti tjetër i pas luftës është ndryshimi i rrethonave shoqërore pas luftës. Pra shoqëria jonë po ndryshon gjithmonë më shumë pas luftës, faktorët janë të ndryshëm. Kemi ndikimin e globalizimit në anën tjetër që po ndikon në dinamizimin e jetës shoqërore. Kemi një individualizim të theksuar, shturit e marrëdhënieve shoqërore, ku raportet shoqërore po ndërtohen vetëm në bazë të interesit reciprok, pra po shturen raportet farafisnore. Kështu që individët tash kemi një individualizim. I për shembull nëse një individ merret me veprimtari biznese, aktivitete tjera, ai gjithë përqendrimi i tij do të jetë aty. Kështu që ai do të largohet paksa prej marrëdhënieve shoqërore dhe farafisnore. Kështu që në rast të dështimit të tij nuk do të ketë përkraje as emocionale as shoqërore dhe kështu probabiliteti i tij për të bërë vetvrasje është shumë më i madhe. Faktor tjetër i vetvrasjeve tek shoqëria jonë, kur di si ne tash të identifikohemi edhe si shoqëri tradicionale, faktikisht në tendenca jonë gjithmonë që të jemi më modern, thojza modern, sepse në shoqërinë tonë tani po kes kuptohet me kani modernizum. Po, kjo është problemi. Domethënë, kur ne dim se kemi tipore të shoqërisë tradicionale, një faktor shumë i rëndësishëm që çon drejt vetvrasjes është edhe ndjenja e turpi social. Po flasim për turpin social, na folim pak edhe për familja patriarkale tona, tradita, kundërshme me këtë modern e këtë kuptuar pinëve, domethënë vjen puna deri te vetvrasja. Po flasim për turpin social. Domethënë masive që dinë se një pjesë e madhe e shoqërisë kosovare jeton varfëri të skajshme, domethënë shtresat kanë rrapë ndodhet, ki shtresë të mesme, po ki shtresën e lartë dhe shtresën e ulët. Po, sigurisht tash kthehemi te faktori ekonomik. Faktori ekonomik është një ndër arsyet kryesore të vetvrasjes, sepse njerëzit pas përfundimit të luftës gjithmonë kanë prit një jetë më të mirë. Edhe gjendja e rëndë ekonomike, varfëria e skajshme i bën njerëzit që të zhyten në një pesimizëm të thellë, sepse për ta nuk ka jetë gjithçka shohin si të errët në Kosovë dhe për shembull njerëz të cilët kanë familje, mbajnë fëmijë, nuk kanë mundësi që t'i ofrojnë kushtet më minimale. Atëherë zhyten në një depresion të madh, në një pesimizëm të thellë, gjë që në momente të caktuara nuk shohin zgjidhje tjetër përveç vetvrasjes. Kur jemi te turpi social zhvillohet në disa dimensione. Kemi për shembull sjelljet në thojza amorale, se tash ne nuk kemi shoqëri moderne, që konsiderohet të na amorale. Për shembull publikimi i marrëdhënieve seksuale, sidomos të vajzave dhe adoleshente, ka ndikime të dyjanshme. Në anën të prindrit, të familja, në anën tjetër të vetë vajzat.
Kemi shembull në vitin 2006, një prind vret vetëm për shkak kur sheh publikimet e vajzës së tij duke bërë marrëdhënie seksuale me personin përkatësuar kuptohet. Tashti, këtu krijohet ndjenja e turpit. Vajzat cilat gjenden në ato skena, shumicën e rasteve pa dëshirën e tyre publikohet videogjerimi i tyre. Kjo tashti hin në kontekst e globalizimit. Pra zhvillimi tekniko-teknologjik është një ndër karakteristikat themelore të globalizimit. Pa ky mundëson që të kemi një përshkujtim të shpejtë informacione. Pra raste të tilla shpërndohen menjëherë nëpër telefona mobil dhe në internet. Rastin më konkret kemi një raport Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, ku publikon një raport se vetëm në vitin 2008 4 vajza bën vetvrasje për shkak të ndjenjes së turpit, sepse janë publikuar gjerimet e tyre duke bërë raporte dhe se ato tash duhet me analizuar në aspektin sociologjik. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse me vetë rastin e shfaqjes së atyre videogjerimeve, klipeve, ato kalojnë një stres shumë të madh. Nuk kanë përkroje nga askush. Do të ikin menjëherë nga familja. Nga njerëzit perceptohen shumë ndryshe. Dhe ato e shohin veten në një pozicion nuk gjojnë përkroje as të afërmit, as nuk gjojnë përkroje as të institucionet, nuk ka institucione përkatëse për këtë çështje, as të familja. Kështu se mundësia vetme e tyre mbetet vetvrasja, gjë që është një rrugë shumë e gabuar. Do që familja të kuptoj rrethonat shoqërore në të cilat po jetojmë, të inkuadroj, të bisedoj, t'ja u lehtësoj atë ndjenjen e turpit që e kanë ato. Besnik, po flasim për një faktor pak më të rëndësishëm, zakonisht na vetvrasje, numri vetvrasjeve vijnë prej gjeneratave të reja. A mund me pas farë statistike, cila gjini është domethënë që praktikon më shumë të vetvrasje? Kemi disa statistika të nxjerra nga policia e Kosovës. Kemë marrë shembull vetëm vitin 2007 dhe vitin 2008. Në vitin 2007 mosha 18 deri 20 vjet ka 4 vetvrasje dhe 45 tentim vetvrasje, ndërsa mosha 21 deri në 30 12 vetvrasje dhe 73 tentim vetvrasje. Mosha 31 deri në 40 vjet ka 12 vetvrasje dhe 41 tentim vetvrasje. Domethënë mosha 21 deri në 30 dhe 31 deri në 40 është mosha më e atakuar. Gjithashtu në vitin 2008 kemi një trend rritjes. Domethënë grup mosha 21 deri në 30 kemi 13 vetvrasje, 90 tentim vetvrasje, kemi një trend të rritjes në këtë rast. Mosha 31 deri në 40 vjeç 5 vetvrasje dhe 45 tentim vetvrasje. Pra, kjo është mosha kur individi ballafaqohet direkt me jetën. Dhe atëherë të disa individ e shohin se jetën me një pesimizëm nuk mund